sa unë dua të prek një temë shumë të rëndësishme, që është çmimi i librit në kopertinë. Kohët e fundit kam dëgjuar nga deklarata në emisione nga librar që çmimet e kopertinës së librit janë shumë të shtrenjta, prandaj nuk lexohet libri. Unë do isha shumë e lumtur të ishte kjo. Shiko, por realisht nuk është kjo dhe konkretisht ka marrë me tabelë. Okej, atëherë. Që të flasim me terma konkret. Mos të flasim nëse mund ta vëmë në silent e di që po bie aty po. Që të flasim me terma konkret, ai sa mund të kuptohet nga ekrani. Unë kam marrë një libër për fëmijë, Perla dhe Dreri i Art. Sasia e prodhuar, nuk e di nëse mund ta drejtoj nga kamera, është 500. Çmimi i kopertinës është 14000 lekë. Libraria që ka filluar të marrë edhe 35%, po e vura 30, është 4200 lekë të vjetra. Çmimi neto që del pas librarisë është 924 lekë ose 9400. Vlera e shitjes është 4.600.000, domethënë nëse do shumëzojmë 900 me të vjetra po fleteshin. Po, 924 që është çmimi pasike zbritur për qindjen e librarit dhe të vëshën herë 500 që është tirazhi. Del 4.600.000 ose 462.000. Kaq u fitua nga ky libër. Kaq u fitua. Tani, vemi te vlera e shtypit. Vlera e shtypit është 335.000 të reja ose 3.350.000. Të gjitha kosto, kështu që do zbritet nga 4 milionë. Do zbritet e drejta e autorit, do zbriten ilustrimet, dizajn dhe redaktim që kanë vënë një çmim qesharak 50.000 lekë të vjetra dhe fitimi i jon për 500 kopje është minus 320.000 lekë. Pra ke dalë me humbje. Me humbje dhe po vazhdoj të argumentoj librarit vlerën e shtypit. Perla dhe Dreri i Art, lastra janë 500.000 lekë të vjetra, letra është 600.000 lekë, shtypi, amortizim e të tjera është 79.000 lekë të reja, palosi qepje 58.000 lekë të vjetra, kopertina ka qenë me hardcover dhe klishe ka kushtu jashmase, në fakt vlera i shkonte 1 milion, po unë e kam ul 700.000, plastifikimi 60.000 lekë, klisheja 440.000 lekë dhe varaku 180.000 lekë. Po e ul këtë vlerën e shtypit sepse mund ta ul sepse makineria mund të ketë nxjerr si thoni ndryshe në terma më të thjesht lekë të veta nga 79.000 lekë dhe të heq 79.000 lekë dhe kjo humbja 320.000 lekë shkon në një fitim 400.000 lekë. Më fal, a ja vlen një libër për 400.000 lekë të vjetra ta tregtosh se këtu nuk kanë futur koston e naftës, nuk kanë futur atë shoferin që vrapon për të çuar 2 libra këtu, 3 libra këtu. Përveç saj ka marrë edhe një libër që i ka që është i përkthyer, që te librat e përkthyer jemi më keq akoma. Për 500 kopje, çmimi me që është jam komplet me humbje është 13.000 lekë të vjetra. Libraria merr 35%, 3.900 i zbritet librarisë, çmimi neto del 9.100. Duke hequr 6% shkon 8.600 lekë të vjetra. Vlera e shitjes, po të shumëzojmë 8.600 me 500, shkon 4.300.000, kosto e shtypit 1.800.000, të drejtat që është libër nga të drejtat më të lira, se të drejtat kanë shkuar Kacafiu 850.000 lekë, përkthimi sepse unë dua të punoj me përkthyes cilësor, është 170.000 lekë të re ose 1.700, më fal 1.700.000, redaktim, dizajn 470 dhe unë për librin Në fije të jetës, për 500 kopje tirazh, unë jam 560.000 lekë minus. Ku është ky çmim i rritur? Ku është ky çmim i rritur? Po mirë, kjo nuk është normale që të bësh libra me ulje, domethënë me shpresë se do shes patjetër te Perla kam shitur 1000 tirazh, 1500 dhe patjetër sepse pastaj duhet të na tregosh se ku e ke gjetur këto që i ke plotësuar. Jo, për 500, se unë nuk kam shitur 500, patjetër që kam shit më shumë. Por me 500 kopje sa shet normalisht një libër për një vit. Unë mendoj Elda që jo vetëm libri artistik nuk ka rritje të çmimit. Se ku i ka gjetur shtëpia botuese parat di shumë mirë, që i ka gjetur dhe libri shkollor, edhe të shitjet e librit për fëmijë që jemi on top. Kështu që këto deklarata janë të tepërta. Te libri shkollor vime dhe unë nuk jam dakord te të gjitha që keni te libri shkollor, për arsye që libri për mua, libri shkollor është nën kosto. Do me thënë, nëse ti shkon në një, nuk ka rëndësi Elda, në një nga shtypshkronjat që prodhojnë librin shkollor. Një libër me 316 faqe, e pash, do me thënë, bëra një analizë, shiteshe 502 lekë, sepse Ministria e Arsimit ka një formul për të nxjerr aktorët e librit shkollor, unë nuk jam aktor e librit shkollor, për të nxjerr aktorët e librit shkollor në bazë të një formule librin e nxënësit. Dhe pastaj
të gjithë aktorët e librit shkollor I veshin këtij libri edhe një fletore pune, pa se është kjo fletorja e punës. Vasilika, e kuptoj që ka se libri shkollor është një mënyrë për të fituar para që I mban shumë shtëpi votuese në këmbë, po themi se në këtë rast që të rregullohet tregu, edhe që libri artistik të ketë vendin e tij, aktorët e librit shkollor duhet të jenë më të përgjegjshëm në gjërat që bëjnë. Blien libra në bibliotekat e shkollave, ka një fond Ministria e Kulturës, 3 aktor marrin gjysmën e fondit. Atëre libra artistik janë këta. 3 aktor marrin gjysmën e fondit. Ne të tjerët presim se mos na dal në ndonjë nga këto drejtoritë arsimore sa për një rok që merr po them sanitarja e tyre. Kjo nuk është normale. Pra duhet të ketë një vëmendje edhe nga Ministria e Arsimit për mbushjen e bibliotekave me vlera të vërteta. Tani tek kjo biblioteka janë libra artistikësh. Jo, libra artistikësh. Unë për shembull pash në listat e detyruara, e librit të detyruar, domethënë të aprovuara, thonte atje atlas I zoologjisë, atlas I astronomisë e tjera. A duhen këto libra të jenë në shkolla? Duhet të jenë patjetër. Po jo të jenë duke ulur vëmendjen ndaj librit artistik. Këta duhet të blien ashtu si blien bankat, si blien shkumsat. Nuk mundet dot, domethënë ne aktorët e librit artistik të jemi gjithmonë minorancë. Edhe duke bërë libra shumë të bukur, edhe duke qenë në pararoj të librit shpeshherë. Domethënë kemi tituj ku në Amerikë dalin në gusht, edhe në Tiranë dalin në nëndor. Po pse nuk duhet jenë këto në vëmendje? Tani jo të gjithë duhet jemi afër ministrisë për shkak të librit artistik. Për shkak të librit shkollor. Në një treg të mbushur me mundësi të reja, që është edhe ndikimi teknologjik, sa të vështirë bën kjo për botuesin, mbijetesën në këtë treg? Në fakt në Shqipëri ka një arsye që mbijetesa në fakt për të gjithë është domethënë është një gjë e vështirë e gjithë botuesve të librit artistik, por them që ende nuk ka përdorim të gjerë teknologjia tek ne. Pra domethënë e-booku nuk ka përdorim shumë të gjerë. Edhe ne botuesit jemi të tërhequr që mos të bëjmë libra e-book, sepse kemi frikë se po nuk ka ligj për të na mbrojtur. Fakti që ende nuk ka ligj për librin, fakti që unë I falenderoj të gjithë deputetët si të majorancës, si të opozitës që e kthyen ligjin për librin, që ne aktorët e librit të pyetemi për gjitha risit që ne duam apo jo, domethënë detyrimet që ka ligji ndaj nesh dhe ne për të respektuar një ligj të vërtet të librit. Kështu që unë mendoj që ende nuk ka ardhur koha që ne të friksohemi nga teknologjia, po që duhet përdoret nga të rinj. Po mua s'më frikson fare. Po vajza ime më lexon, po lexon në anglisht. Por eri lutem, ky libër është I përkthyer shumë mirë, I mbush mendjen. Tani ka dhe të rinj që ne nuk mundet dot të bëjmë ligj mos lexohet në gjuhë origjinale apo të mos lexohet në e-book. Patjetër janë alternativa. Secili mund ta zgjedhë. Por t'ju them edhe një shumë që e cila më entuziazmoi kur lexova raportin e shoqatës të botuesve italian, të cilët e kishin raportuar në panajirin në tetor në Frankfurt, kishte ndryshuar trendi leximit online. Pra 55% libër letër dhe 45% e-book në Itali. Kështu që mendoj që them që libri letër apo mos gaboj kam dëgjuar në lajme që Suedia, një vend që lexon shumë nga vendet e para në botë që lexohet, është kthyer në tekstet shkollore libri letër. Dhe